Muzeu i Louvrit në Paris. Muzeu i Louvrit është një ikonë kulturore globale dhe populariteti i tij përkthehet në një numër të konsiderueshëm vizitorësh. Gjatë vitit 2024, ai priti 8.7 milion të tillë. Historia e Louvrit përfshin disa shekuj, duke filluar si një kështjell në fund të shekullit të 12. Më vonë, ai është ndërruar në një rezidencë mbretërore dhe gjatë revolucionit francez që nisi në 1789, u kthye në një muze publik dhe u hap në 1793. Gjatë shekujve, koleksionet e tij janë zgjeruar ndjeshëm, duke përfshirë një gamë të gjerë arti dhe artefaktesh nga autorë të ndryshëm. Arkitektura e Louvrit pasqyron historinë e tij të gjatë dhe të larmishme me shtesa dhe rinovime nga periudha të ndryshme. Shtëpia e Operas së Sydney në Australi. Ajo është një kryevepër arkitekturore dhe një qendër kryesore kulturore në Australi. Të dhënat tregojnë se më shumë se 10.9 milion njerëz vizitojnë teatrin e operas çdo vit. Ky numër përfshin ata që ndjekin shfaqje apo ture të shkurtra brenda godinës. Ajo u projektuar nga arkitekti danez Jørn Utzon. Ndërtimi filloi në vitin 1958 dhe përfundoi në 1973. Çatia unike e ndërtesës në formë vele është një tipar arkitekturor dallues i strukturës dhe ndërtimi i saj u vështirësua pasi kostot ishin të larta. Zyrtarisht u inaugurua nga mbretëresha Elizabeth II më 20 tetor 1973.